Në arkivat e sigurimit të shtetit ekziston një dosje që duhej të ishte shkatëruar përgjithmonë, por që mbijetoi si dëshmi e heshtur e një nate dhjetori që ndryshoi rrjedhën e historisë shqiptare. Kjo dosje përmban protokollet e takimeve sekrete të byros politike nga java e fundit e nëntorit të vitit 1981, dhe në këto faqe të verdha nga koha gjendet një detaj që asnjë historian nuk e ka diskutuar publikisht deri më sot. Emri i Adil Çarçanit përmendet 32 herë në këto dokumente, dhe çdo herë pranë emrit të tij shfaqet një shënim i koduar që askush nuk e ka deshifruar plotësisht. Çfarë dinte ky burr i heshtur për fatin që e priste shefin e tij të drejtë për drejtë? Si ndodhi që njeriu më pak i dukshëm në hierarkinë komuniste u bë papritmas trashëgimtari i njërit prej njerëzve më të fuqishëm të Ballkanit? Dhe pse, 52 orë para se gjithçka të ndryshonte, Çarçani kërkoi një takim privat me Enver Hoxhën që nuk u regjistrua në asnjë protokoll zyrtar? Për të kuptuar enigmën e Adil Çarçanit, duhet të kthehemi në kohën kur ai ishte thjesht një funksionar i zakonshëm partijak në periferi, larg vëmendjes së elitës në Tiranë. Ai kishte lindur në vitin 1922 në Lushnjë, në një familje që nuk kishte lidhje të posaçme me lëvizjen komuniste dhe që nuk i përkiste asnjë klani të njohur politik. Kjo mungesë e një të kaluare të spikatur ishte, ndoshta, avantazhi i tij më i madh, sepse në Shqipërinë e Enver Hoxhës çdo lidhje e fortë mund të kthehej në dobësi fatale. Çarçani hyri në lëvizjen partizane relativisht vonë dhe nuk u dallua për vepra heroike që do të tërhiqnin vëmendjen e udhëheqjes. Ndryshe nga Mehmet Shehu, i cili kishte luftuar në Spanjë në radhët e brigadave ndërkombëtare dhe ishte bërë legjendë e gjallë e luftës nacional-çlirimtare, Çarçani kishte një biografi pothuajse të padukshme. Ai nuk kishte komanduar betejë të mëdha, nuk kishte krijuar armiq brenda partisë dhe nuk kishte ambicie të dukshme për pushtet. Ishte pikërisht kjo pandukshmëri që e bëri atë kandidatin ideal për role ku duhej zbatim pa pyetje dhe lojalitet pa kushte. Enver Hoxha e kishte vënë re këtë karakteristikë që në vitet e 50-ta, kur Çarçani filloi ngritjen e tij të ngadaltë, por të sigurt nëpër shkallët e hierarkisë. Por si u takuan për herë të parë rrugët e Adil Çarçanit me ato të Mehmet Shehut, njeriu që do të bëhej jo vetëm e prori i tij, por edhe hija që do ta ndiqte gjatë gjithë jetës? Dokumentet tregojnë se takimi i parë i rëndësishëm ndërmjet tyre ndodhi në vitin 1955, kur Çarçani sapo ishte emëruar në një post të vogël në aparatin qendror të partisë. Shehu, tashmë kryeministër prej një viti, kishte nevojë për njerëz besnik që do të zbatonin urdhrat pa bërë pyetje të panevojshme. Ai e pa tek Çarçani atë që Hoxha do ta shihte më vonë, një njeri pa ambicie personale, pa lidhje të rrezikshme dhe pa aftësi për intriga të pavarura. Marrëdhënia e tyre filloi si ajo e një mjeshtri me nxënësin, por me kalimin e viteve u transformua në diçka më komplekse dhe më të errët. Shehu e përdorte Çarçanin si zbatues të vendimeve delikate, si ndërmjetës në situata ku ai vetë nuk donte të ekspozohej drejt për drejt. Çarçani, nga ana tjetër, mësonte duke vëzhguar metodat e shefit të tij, duke shënuar në mendje çdo detaj të mënyrës se si funksiononte pushteti në majat e sistemit. Ai ishte si një hije që thithte dije pa lënë gjurmë të pranisë së vet ish funksionar të sigurimit që kanë folur në kushte anonimiteti tregojnë se Çarçani kishte një aftësi të jashtëzakonshme për të qenë i pranishëm pa u vënë re, për të dëgjuar biseda që nuk ishin destinuar për veshët e tij. A ishte kjo thjesht instinkt mbijetese në një mjedis ku çdo fjalë e gabuar mund të kushtonte jetën, apo ishte diçka më e kalkuluar? Pyetja mbetet e hapur edhe sot, sepse Çarçani nuk la pas vetes asnjë ditar, asnjë letër personale dhe asnjë dëshmi të shkruar të mendimeve të tij të vërteta. Vitet e 60-ta sollën ndryshime dramatike në ekuilibrin e pushtetit në Tiranë dhe pikërisht në këtë periudhë Çarçani filloi të fitonte terren ndërsa figura të tjera po humbsin favorin e Hoxhës. Ai u bë antar i Komitetit Qendror në vitin 1961, një ngritje që shumë e panë si shpërblim për lojalitetin e tij ndaj linjës zyrtare gjatë përplasjeve me Bashkimin Sovjetik. Por ata që e njihnin nga afër e dinten se kjo ngritje kishte ardhur edhe me rekomandimin e heshtur të Mehmet Shehut, i cili kishte nevojë për aleat besnik në strukturat e mesme të pushtetit. Marrëdhënia Shehu-Çarçani nuk ishte ajo e dy miqve apo dy bashkëluftëtarëve, por ajo e dy njerëzve që kishin nevojë për njëri tjetrin për arsye krejtësisht të ndryshme. Shehu kishte nevojë për zbatues besnik që nuk do të bënin pyetje, ndërsa Çarçani kishte nevojë për mbrojtje dhe mundësi ngritjeje. Ishte një aleancë e bazuar në interes reciprok, por pa asnjë element të besimit të vërtet apo të miqësisë njerëzore.
Kjo mungesë e lidhjes emocionale do të tregojë vendimtare kur erdhi momenti i të vërtetës. Dokumentet e deklasuara tregojnë se në fund të viteve 70, kur tensionet ndërmjet Hoxhës dhe Sheut kishin filluar të rriten në mënyrë të padukshme për sytë e publikut, Çarçani filloi të merrte sinjale të koduara nga rrethi i ngushtë i diktatorit. Këto sinjale nuk ishin urdhëra të drejtë për drejtë, por sugjerime të holla që një njeri me instinktin e Çarçanit dinte t'i lexonte. Ai filloi të distancohej gradualisht nga Shehu, jo në mënyrë të dukshme që do të tërhiqte vëmendjen, por me lëvizje të vogla që vetëm ata që e ndiqnin me kujdes mund t'i vënin re. Në mbledhjet e byros politike të vitit 1979 dhe 1980, Çarçani filloi të merrte pozicione që, pa qenë në kundërshtim të hapur me Shehun, ishin më të afërta me linjën e Hoxhës në çështje delikate. Ai votonte gjithmonë me shumicën, por koha dhe mënyra e votimit të tij tregonten se ai dinte më shumë se sa dukej. Ish antar të byros politike që mbjetuan pastrimin e pasëm kujtonin se Çarçani kishte filluar të ulej gjithnjë më larg Shehut në tavolinën e mbledhjeve, sikur të përgatitej për një ndarje që vetëm ai e parashikonte. Por çfarë dinte Adil Çarçani në të vërtetë? Ishte ai thjesht një njeri me instinkt të mprehur që lexonte shenjat e kohës, apo kishte informacione konkrete për atë që po përgatitej kundër eprorit të tij? Kjo pyetje ka munduar historianët për dekada, sepse provat e drejtpërdrejta janë shkatëruar sistematikisht pas ngjarjeve të dhjetorit të vitit 1981. Ajo që dim me siguri është se Çarçani nuk bëri asgjë për të paralajmëruar Shehun, nuk tentoi të ndërmjetësonte ndërmjet tij dhe Hoxhës dhe nuk shprehu asnjë rezervë për zhvillimet që po vinin. Muaji nëntor i vitit 1981 shënon fillimin e aktit të fundit të dramës. Në datën 14 të këtij muaji, Enver Hoxha thiri një mbledhje të jashtëzakonshme të byros politike ku akuzoi Mehmet Shehun për tradhë të lartë, duke pretenduar se kishte zbuluar lidhje të fshehta me shërbime të huaja inteligjence. Akuzat ishin shokuese jo vetëm për përmbajtjen e tyre, por edhe për faktin se po drejtoheshin kundër njeriut që kishte qenë numri 2 i regjimit për pothuajse 30 vjet. Por ndërsa të tjerë antar të byros ishin dukshëm të tronditur nga këto akuza, Çarçani qëndroi i qetë, pothuajse sikur të priste këtë moment. Dëshmitarët e asaj mbledhje fatale kujtonin se Çarçani ishte i vetmi që nuk shfaqi asnjë reagim emocional kur Hoxha lexoi akuzat. Ai nuk u zverdh nga frika si disa, nuk shprehu indinjat si të tjerë dhe nuk bëri asnjë përpjekje për të mbrojtur isheprorin e tij. Heshtja e tij ishte elokuente, ajo tregonte ose se ai e dinte paraprakisht atë që po ndodhte, ose se kishte arritur një nivel të tillë kontrolli mbi veten që asgjë nuk mund ta surprizonte. Cila do qoftë e vërteta, kjo heshtje e vendosi atë në pozitë të favorshme në sytë e Hoxhës. Javët që pasuan mbledhjen e nëntorit ishin plot me zhvillime dramatike që ndodhen larg syve të publikut shqiptar. Shehu u izolua gradualisht nga të gjithë bashkëpunëtorët e tij, duke përfshirë edhe Çarçanin që kishte qenë njëri prej më të afërmve. Takimet që dikur ishin të përditshme u ndërpren krejtësisht, telefonatat nuk u përgjigjeshin më dhe ftesat në ngjarje zyrtare nuk erdhen më. Çarçani u bë njëri prej atyre që zbatuan me përpikmëri urdhrin e pafolur për izolimin e Shehut, duke treguar se lojaliteti i tij ishte para së gjithash ndaj sistemit dhe jo ndaj njerëzve. Data 18 dhjetor e vitit 1981 mbetet një nga datat më misterioze në historinë bashkëkohore të Shqipërisë. Në këtë natë, sipas versionit zyrtar, Mehmet Shehu u largua nga skena në rrethana që ende sot janë objekt debati ndërmjet historianëve. Ajo që dihet me siguri është se në mëngjesin e datës 19 dhjetor, Adil Çarçani mori një telefonat nga Ramiz Alia që e informoi për ngjarjen dhe e ftoi menjëherë në një takim urgjent me Enver Hoxhën. Çfarë u diskutua në këtë takim mbetet sekret edhe sot. Por ka një detaj që është zbuluar vetëm kohët e fundit nga ish oficer të sigurimit që kanë folur pas rënies së regjimit. Sipas tyre, Çarçani kishte qenë i pranishëm në vilën e Hoxhës deri vonë në natën e 17 dhjetorit, pra natën para ngjarjes fatale. Çfarë kishte bërë atje? Me kë kishte folur? Dhe pse asnjë dokument zyrtar nuk e regjistron këtë vizitë? Pyetjet janë të shumta, por përgjigjet janë të pakta dhe të dyshimta. Emërimi i Çarçanit si kryeministër erdhi me një shpejtësi që surprizoi shumë vëzhgues të politikës shqiptare, si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Vetëm pak ditë pas largimit të Shehut nga skena, Kuvendi Popullor u mblodh në sesion të jashtëzakonshëm për të votuar emërimin e tij. Nuk pati asnjë debat, asnjë kandidat alternativ dhe asnjë pyetje për të kaluarën e tij.
Ishte sikur gjithçka të ishte vendosur paraprakisht, sikur skenari të ishte shkruar shumë kohë para se aktorët të dilshin në skenë. Reagimi i Çarçanit ndaj ngritjes së tij ishte karakteristik për njeriun, i matur, pa entuziazëm të dukshëm dhe pa asnjë shenjë triumfi. Ai pranoi postin me një fjalim të shkurtër që nuk përmendte fare paraardhësin e tij, sikur shehu të mos kishte ekzistuar kurrë. Kjo heshtje për të kaluarën do të bëhej shenja dalluese e epokës Çarçani. Asgjë nuk do të thuhej për ata që kishin rënë, asgjë nuk do të shpjegohej për arsyet e rënies së tyre dhe asgjë nuk do të premtohej për të ardhmen. Javët e para të Çarçanit si kryeministër u shënuan nga një fushat e egër kundër kujtimit të Mehmet Shehut, fushat që ai vetë e drejtoi me një efikasitet të ftohtë që surprizoi edhe mbështetësit e tij. Emri i Shehut u fshi nga librat e historisë, fotot e tij u hoqën nga arkivat zyrtare dhe çdo gjurmë e kontributit të tij u zhduk sistematikisht. Familja e tij u përsekutua me ashpërsi të jashtëzakonshme, gruaja Fiqrete u burgos, bijt u dënuan me vite të gjata burgimi dhe nipërit e mbesat u bën paria në shoqërinë shqiptare. A ishte kjo ashpërsi thjesht zbatimi i urdhrave të Hoxhës, apo kishte në të edhe elemente personale nga ana e Çarçanit? Disa historian kanë argumentuar se Çarçani kishte arsye për të urryer Shehun, pavarësisht se e kishte shërbyer për dekada. Sipas kësaj teorie, Çarçani kishte qenë subjekt i poshtërimeve të vogla, por të vazhdueshme nga ana e Shehut, i cili e shihte atë si një zbatues medioker pa vizion dhe pa karakter. Nëse kjo është e vërtet, atëherë fushata kundër kujtimit të Shehut mund të ketë qenë edhe një hakmarrje personale e vonuar. Por ka edhe një interpretim tjetër, më të errët dhe më shqetësues. Sipas disa ish funksionarëve që kanë folur pas rënies së regjimit, Çarçani kishte qenë jo vetëm përfitues i largimit të Shehut, por edhe pjesëmarrës aktiv në përgatitjen e kushteve për këtë largim. Sipas kësaj versioni, ai kishte furnizuar Hoxhën me informacione mbi aktivitetin e Shehut që ishin përdorur për të ndërtuar dosjen e akuzave. Nëse kjo është e vërtet, atëherë Çarçani nuk ishte thjesht një oportunist që përfitoi nga rrethanat, por një aktor kyç në dramën që shkatërroi paraardhësin e tij. Dokumentet e deklasuara pas vitit 1990 e një ofrojnë dëshmi të pjesshme që mbështesin këtë version. Në dosjet e sigurimit gjenden raporte të firmosura nga Çarçani që përshkruajnë aktivitetet të dyshimta të Shehut, raporte që datojnë që nga viti 1977. Këto raporte nuk përmbajnë akuza të drejtpërdrejta, por janë formuluar në atë mënyrë që të linin derën e hapur për interpretime negative. A ishin këto raporte thjesht formalitete burokratike, apo ishin pjesë e një strategjie afatgjatë për të minuar pozitën e Shehut? Njëri prej aspekteve më intriguese të marrëdhënies Çarçani-Shehu ka të bëjë me familjet e tyre. Ndryshe nga Shehu, i cili kishte një familje të madhe dhe të dukshme në jetën publike, Çarçani e mbajti familjen e tij pothuajse krejtësisht larg reflektorëve. Gruaja e tij, Lili, ishte një grua e heshtur që nuk merrte pjesë në ngjarjet zyrtare dhe fëmijët e tij u rritën pa tërhequr vëmendjen e publikut. Kjo diskretësi nuk ishte rastësi. Çarçani e kishte kuptuar se në sistemin shqiptar, sa më pak të dukshme të ishe, aq më të sigurt ishe. Familja Shehu, nga ana tjetër, kishte qenë e ekspozuar ndaj rreziqeve të pushtetit. Fiqrete Shehu, gruaja e kryeministrit, ishte një figurë aktive në jetën kulturore dhe politike, dhe bijtë e çiftit ishin të njohur në rrethet e elitës. Kjo dukshmëri u bë bara e tyre kur erdhi momenti i rënies, sepse ata nuk kishin ku të fshishin nga furia e regjimit. Çarçani, i cili I kishte njohur mirë të gjithë anëtarët e familjes Shehu, nuk bëri asgjë për t'i mbrojtur ata nga persekutimi dhe, sipas disa dëshmive, ndoshta madje kontribuoi në ashpërsimin e tij. Por pse do të vepronte kështu një njeri që kishte ndarë tryezën me këtë familje për dekada? Përgjigjja mund të gjendet në logjikën e sistemit totalitar. Në Shqipërinë e Hoxhës, çdo lidhje me një njeri të rënë bëhej një rrezik ekzistencial. Çarçani nuk mund të lejonte veten të dukej si mbrojtës I familjes Shehu, sepse kjo do të kishte ngritur pyetje mbi lojalitetin e tij ndaj linjës së re. Ashpërsia e tij ndaj tyre ishte, në këtë logjik perverse, një mënyrë për të provuar se ai kishte shkëputur çdo lidhje me të kaluarën e vet. Ka edhe një tjetër dimension të kësaj historie që shpesh anashkalohet nga historianët. Bëhet fjalë për rolin e grave të dy burrave në dinamikën e pushtetit. Fiqrete Shehu ishte një grua me influencë të madhe mbi burrin e saj dhe disa ish funksionar kanë sugjeruar se rivaliteti ndërmjet Fiqretes dhe Nexhmie Hoxhës ishte njëri prej faktorëve që kontribuan në rënien e familjes Shehu. Lili Çarçani, nga ana tjetër, nuk luante asnjë rol të dukshëm në politikë dhe kjo mungesë e pranisë së saj ishte pikërisht ajo që Çarçani donte.
Dëshmitar të kohës kujtonin se në ngjarjet zyrtare ku të dyja çiftet ishin të pranishme, tensioni ndërmjet fiqretes dhe grave të tjera të elitës ishte i dukshëm. Ajo nuk fshite mendimin e saj se bashkëshorti i saj ishte superiori i të gjithëve, përfshirë edhe vetë Hoxhën në disa aspekte praktike. Kjo arrogancë nuk harroi dhe nuk falej, dhe kur erdhi momenti i llogarisë, ajo u pagua shtrenjtë. Çarçani, i cili kishte qenë dëshmitar i këtyre tensioneve, dinte se gruaja e Sheut kishte krijuar armiq që do të kërkonin hakmarrje. Muajt e parë të Çarçanit si kryeministër ishin një periudhë intensive aktiviteti të brendshëm partijak që synonte konsolidimin e pushtetit të tij. Ai emëroi njerëz të rinj në poste kyçe, njerëz që nuk kishin lidhje me Shehun dhe që i detyrojnë atij karrierën e tyre. Njëkohësisht, ai filloi një rishikim sistematik të dosjerëve të gjithë funksionarëve të lartë, duke kërkuar çdo gjurmë lidhje me ish kryeministrin. Ky rishikim sollte pastrime të reja që prekën 10 persona në të gjitha nivelet e administratës. Por Çarçani duhej të ecte me kujdes, sepse edhe ai vetë kishte qenë i lidhur ngushtë me Shehun. Si mund ta shpjegonte bashkëpunimin e tij të gjatë me një njeri që tani akuzohej si tradhtar? Përgjigjja e tij ishte mjeshtërore në cinizmin e saj. Ai pretendoi se kishte qenë i mashtruar si të gjithë të tjerët, se Shehu kishte arritur ta fshite natyrën e tij të vërtet madje edhe nga bashkëpunëtorët më të afërt. Kjo mbrojtje funksionoi sepse Hoxha kishte nevojë për dikë që ta administronte vendin dhe Çarçani ishte opsioni më i sigurt në dispozicion. Njëri prej momenteve më zbuluese të karakterit të Çarçanit erdhi disa muaj pas ngritjes së tij në pushtet, kur u detyrua të mbante fjalimin e parë publik si kryeministër që adresonte drejt për drejt çështjen Shehu. Në këtë fjalim, i mbajtur para Kuvendit Popullor në pranverën e vitit 1982, Çarçani përdori gjuhë të tillë ashpërsie kundër ish-eprorit të tij që surprizoi madje edhe ata që e njihnin si njeri të matur. Ai e quajti Shehun armik të popullit, agjent të huaj dhe tradhtar të atdheut, duke mos lënë asnjë hapësirë për nuanca apo dyshime. Por ata që e dëgjonin me vëmendje vunë re se Çarçani nuk e shikonte kurrë publikun në sy gjatë këtij fjalimi, sikur të turpërohej nga fjalët që ishte detyruar të thoshte. A ishte ky turp i sinqert për tradhtinë e një misie të vjetër, apo thjesht shqetësimi se disa mund ta akuzonten për hipokrizinë e qartë që po shfaqte? Përgjigjja nuk do të vijë kurrë nga goja e vet Çarçanit, i cili nuk la pas vetes asnjë reflektim personal mbi këtë periudhë të jetës së tij. Vitet që pasuan ngritjen e tij në pushtet treguan se Çarçani ishte një administrator kompetent, por jo vizionar, një zbatues besnik, por jo inovator. Ai administroi ekonominë e vendit me të njëjtën logjikë që kishte trashëguar nga paraardhësi i tij, pa bërë ndryshime thelbësore në drejtimin e politikave. Izolimi i Shqipërisë vazhdoi, niveli i jetesës ra edhe më shumë dhe fryma e frikës mbeti e pranishme në çdo qoshe të shoqërisë. Por Çarçani nuk synonte ndryshim, ai synonte thjesht mbijetesë dhe vazhdimsi. Marrëdhënia e tij me Enver Hoxhën gjatë viteve të fundit të jetës së diktatorit ishte ajo e një shërbyesi të devotshëm me zotërinë e tij. Çarçani nuk bënte asgjë pa miratimin e Hoxhës, nuk merrte asnjë iniciativë që mund të interpretohej si ambicie personale dhe nuk krijonte aleanca që mund të shiheshin si kërcënuese. Ai kishte mësuar nga fati i Shehut se çfarë ndodh me ata që bëhen shumë të fuqishëm apo shumë të pavarur, dhe ai nuk kishte ndërmend të përsëriste të njëjtin gabim. Por a mund të kishte bërë ndryshe? A kishte Çarçani mundësinë të ishte një kryeministër ndryshe, apo ishte thjesht produkt i sistemit që e kishte krijuar dhe që tani e kontrollonte? Kjo pyetje nuk ka përgjigje të thjeshtë, sepse ne nuk e dimë se çfarë mendonte ai në thellësinë e ndërgjegjës së tij. Ajo që dim është se ai zgjodhi rrugën e konformizmit absolut, dhe kjo rrugë i siguroi mbijetesën derisa sistemi vet u shem. Raportet me familjen e mbetur të Shehut vazhduan të jenë një temë e ndjeshme gjatë gjithë kohës që Çarçani ishte në pushtet. Fiqret e Shehu kaloi vite të gjata në burg dhe kushtet e saj u përkeqësuan pikërisht gjatë periudhës kur Çarçani ishte kryeministër. Bijtë e Shehut u trajtuan si kriminal të rrezikshëm, jo si fëmijë të një njeriu që kishte gabuar. Kjo ashpërsi nuk ishte rastësi dhe nuk ishte vetëm zbatim i urdhrave, ajo ishte një zgjedhje politike që Çarçani bëri për të treguar se ai kishte shkëputur çdo lidhje me të kaluarën. Ishte burgosur politik që ishin bashkëqelior me anëtarët e familjes Shehu kanë treguar se kushtet e tyre ishin veçanërisht të rënda, sikur të kishte një urdhër të posaçëm për t'i trajtuar ata me ashpërsi maksimale. Kush e kishte dhënë këtë urdhër? Disa përmendin drejt për drejt Çarçanin, duke thënë se ai kishte interes personal që familja Shehu të mos dilte kurrë nga burgjet për të treguar të vërtetën e saj.
Nëse ata do të flisnin, mund të zbulonten detaje të pakëndshme mbi rolin e Çarçanit në ngjarjet e dhjetorit të vitit 1981. Por historia ka ironi të veta. Në fund të viteve 80, kur regjimi komunist në Shqipëri filloi të tregonte shenjat e para të krizës, Çarçani u gjend në pozitë gjithnjë e më të vështirë. Ai duhej të administronte një ekonomi në kolaps, një shoqëri në gjendje revolte të heshtur dhe një sistem politik që po humbte legitimitetin e tij. Shkatërimet e kohës që ai vetë kishte ndihmuar të krijonte po ktheshin tani për ta ndjekur. Kur në vitin 1990 një sistemi komunist ra përfundimisht në Shqipëri, Çarçani u gjend ndërmjet atyre që duhej të përgjigjeshin për krimet e regjimit. Por ndryshe nga disa të tjerë që u gjykuan dhe u dënuan, ai arriti të shmangej pjesërisht nga drejtësia, duke përfituar nga gjendja kaotike e tranzicionit dhe nga mungesa e provave të dokumentuara për veprime konkrete. Ai ndëroi jetë në vitin 1997, duke marrë me vete sekretet e tij në varr. Por historia e marrëdhënies së tij me Mehmet Shehun mbetet një nga enigmat e pazgjidhura të historisë shqiptare të shekullit të 20. A ishte ai thjesht një oportunist që përfitoi nga rrethanat, apo ishte një pjesëmarrës aktiv në komplotin që shkatërroi paraardhësin e tij? A veproi nga frika, nga ambicia, apo nga bindja se po bënte atë që ishte e drejtë? Dhe si jetoi ai me peshën e këtyre vendimeve gjatë dekadave që pasuan? Këto pyetje nuk do të marrin përgjigje përfundimtare, sepse ata që e dinten të vërtetën janë larguar të gjithë nga kjo jetë. Por duke studiuar dokumentet që kanë mbijetuar, duke dëgjuar dëshmitë e atyre pak personave që guxojnë të flasin dhe duke analizuar veprimet e Çarçanit në kontekstin e kohës së tij, mund të ndërtojmë një pamje që, nëse nuk është e plotë, të paktën është më e qartë se heshtja zyrtare që ka mbizotëruar për dekada. Ajo që del nga kjo analizë është portreti i një njeriu që mësoi herët se në sistemin totalitar, mbijetesa varet nga aftësia për t'u bërë i padukshëm në momentin e duhur dhe për t'u shfaqur në momentin e duhur. Çarçani e zotëroi këtë art në nivel mjeshtëror dhe kjo mjeshtëri i lejoi atij jo vetëm të mbijetonte, por edhe të ngjitej në majat e pushtetit mbi kufomën politike të atyre që ishin më të talentuar, më të guximshëm dhe më ambicios se ai. Por çmimi i kësaj mbijetese ishte braktisja e çdo principi moral, çdo lidhje njerëzore dhe çdo mundësie për të jetuar me ndërgjegje të qetë. Dëshmia më e fortë e karakterit të vërtetë të Çarçanit ndoshta gjendet në heshtjen e tij absolute pas rënies së regjimit. Ndryshe nga disa ish funksionar të tjerë që shkruan kujtime, dhanë intervista dhe tentuan të shpjegontin veprimet e tyre, Çarçani nuk tha asnjë fjalë publike për të kaluarën e tij deri në fund të jetës. Kjo heshtje mund të interpretohet si dinitet, si frikë apo si ndërgjegje e fajshme. Por ajo që nuk mund të mohohet është se Çarçani zgjodhi të merrte me vete në varr sekretet që mund të kishin ndriçuar njërin prej kapitujve më të errët të historisë shqiptare. Sot, më shumë se 30 vjet pas ngjarjeve, dokumentet e reja vazhdojnë të dalin në dritë dhe dëshmitar të rinj guxojnë të flasin. Por pamja e plotë e asaj që ndodhi në dhjetorin e vitit 1981 dhe e rolit të Adil Çarçanit në këto ngjarje mbetet ende e paqartë. Ndoshta kjo paqartësi është vetë trashëgimia më e qëndrueshme e sistemit totalitar, jo vetëm krimet që kreu, por edhe pamundësia për të zbuluar plotësisht të vërtetën mbi to dhe në këtë paqartësi. Figura e Çarçanit qëndron si simbol i të gjithë atyre që zgjodhen mbijetesën mbi moralin, heshtjen mbi të vërtetën dhe karrierën mbi ndërgjegjen. Por pyetja që mbetet pasi të gjitha faktet të jenë paraqitur është kjo: a mund ta gjykojmë njeriun pa e kuptuar plotësisht sistemin që e krijoi? Dhe nëse sistemi është fajtor për krimet e individëve, a janë individët të pafajshëm? Kjo është dilema e përjetshme e çdo shoqërie që tenton të përballet me të kaluarën e saj totalitare, dhe Shqipëria nuk bën përjashtim. Çarçani ishte produkt i sistemit, por ai ishte edhe krijuesi i tij dhe përfituesi i tij deri në fund. Dhe për këtë, historia do ta gjykojë jo sipas asaj që tha apo shkroi, por sipas asaj që bëri dhe asaj që nuk bëri kur kishte mundësi të vepronte ndryshe. Gjatë viteve që Çarçani shërbeu si kryeministër, ai zhvilloi një stil udhëheqje që ishte në kontrast të plot me atë të paraardhësit të tij. Ndërsa Shehu kishte qenë i njohur për energjinë e tij të pashtershme, për ndërhyrjet e drejtpërdrejta në çdo aspekt të qeverisjes dhe për aftësinë për të marrë vendime të shpejta edhe nën presion, Çarçani ishte i ngadalë, i matur dhe i prirur për t'i shmangur konfliktet. Kjo ndryshim stili nuk ishte rastësi. Çarçani e kishte kuptuar se Hoxha nuk donte më një kryeministër të fuqishëm, por një administrator të bindur.
Dokumentet e kohës tregojnë se Çarçani konsultohej me Hoxhën edhe për vendimet më të vogla, duke mos lënë asnjë hapësirë për akuza se po vepronte i pavarur. Kjo praktikë e bënte procesin e qeverisjes shumë më të ngadalt, por i siguronte Çarçanit mbrojtje politike të plotë. Nëse diçka shkonte keq, ai mund të thoshte se kishte ndjekur udhëzimet e sekretarit të parë, nëse diçka shkonte mirë, merita ishte e Hoxhës. Ishte një strategji e përsosur mbijetese në kushtet e sistemit totalitar. Por kjo strategji kishte edhe kostot e veta. Ekonomia shqiptare, tashmë e dobësuar nga dekada izolimi, vazhdoi të bjerë gjatë kohës së Çarçanit. Mungonin ushqimet bazë, energjia elektrike ndërprihej rregullisht dhe niveli i jetesës ishte ndërmjet më të ulëtëve në Evropë. Çarçani nuk kishte as fuqinë as vullnetin për të ndërmarrë reformate e nevojshme, sepse çdo reformë do të kishte kërkuar shkëputje nga dogma e Hoxhës. Dhe shkëputja nga dogma ishte pikërisht ajo që kishte sjellur fundin e shehut. Njëri prej aspekteve më pak të studiuara të periudhës Çarçani ka të bëjë me marrëdhëniet e tij me shërbimet sekrete. Ndërsa shehu kishte kontrolluar drejt për drejt sigurimin e shtetit për shumë vite dhe kishte përdorur këtë kontroll për të konsoliduar pushtetin e tij, Çarçani u mbajt qëllimisht larg këtij institucioni. Kontrolli mbi sigurimin kaloi në duart e Ramiz Alis dhe të personave të tjerë të besuar të Hoxhës, duke e lënë Çarçanin pa instrumentin kryesor të pushtetit në sistemin totalitar. A ishte kjo një vendim i vetë Çarçanit për të shmangur rreziqet që vinin me kontrollin e aparatit represiv, apo ishte një masë e marrë nga Hoxha për të siguruar se kryeministri i ri nuk do të bëhej shumë i fuqishëm? Ndoshta të dyja interpretimet janë të vërteta njëkohësisht. Çarçani nuk e donte barrën e sigurimit dhe Hoxha nuk donte t'ia jepte. Rezultati ishte një kryeministër që administronte pa sunduar, që zbatonte pa vendosur dhe që mbijetonte pa jetuar plotësisht. Kujtimet e ish funksionarëve të kohës ofrojnë pamje kontradiktore për karakterin e Çarçanit si njeri. Disa e përshkruajnë si njeri të ngrohtë në marrëdhëniet personale, të aftë për mirësi të vogla ndaj vartësve dhe të prirur për të shmangur ashpërsinë e panevojshme. Të tjerë e kujtojnë si njeri të ftohtë, të llogaritshëm dhe të aftë për të braktisur kushto që bëhej pengesë në rrugën e tij. Ndoshta të dyja përshkrimet janë të vërteta, sepse njerëzit janë kompleks dhe sistemet totalitare i detyrojnë të shfaqin fytyra të ndryshme në situata të ndryshme. Ajo që duket e qartë është se Çarçani nuk kishte miq të vërtetë, të paktën jo në kuptimin e zakonshëm të fjalës. Ai kishte bashkëpunëtor, kishte vartës dhe kishte epror, por nuk kishte njerëz me të cilët ndante mendimet e tij të vërteta apo frikërat e tij të thella. Kjo vetmi ishte çmimi i pozitës së tij, por ishte edhe mburoja e tij. Në një sistem ku çdo fjalë mund të përdorej kundër teje, heshtja ishte forma më e sigurt e vetëmbrojtjes. Marrëdhënia e tij me Ramiz Alin, njeriu që do të trashëgonte pushtetin pas largimit të Hoxhës, është njëra prej enigmave të kohës. Në sipërfaqe, të dy burrat duket se kishin marrëdhënie korrekte pune, pa konflikt të hapur por edhe pa afërsi të dukshme. Por disa ish funksionar kanë sugjeruar se ndërmjet tyre ekzistonte një rivalitet i heshtur, rivalitet që nuk shpërtheu kurrë në konflikt të hapur vetëm sepse secili e dinte se kishte nevojë për tjetrin. Çarçani kishte titullin e kryeministrit, por Alia kishte aksesin e drejtpërdrejtë tek Hoxha dhe kontrollin mbi sigurimin. Kjo ndarje e pushtetit krijonte një ekuilibër të brishtë që funksionoi derisa Hoxha ishte gjallë për ta ruajtur. Por pas largimit të Hoxhës në vitin 1985, ekuilibri u prish dhe Alia u bë gradualisht figura dominuese. Çarçani vazhdoi të ishte kryeministër deri në vitin 1991, por pushteti i tij real ishte kufizuar ndjeshëm. Vitet e fundit të Çarçanit në pushtet ishin vite krize dhe kaosi. Protestat studentore të dhjetorit të vitit 1990 shënuan fillimin e fundit të regjimit komunist në Shqipëri dhe Çarçani u gjen në pamundësi për t'i menaxhuar. Ai nuk kishte as instrumentet e represionit që kishte pasur shehu, as instinktin politik për të gjetur zgjidhje në kushte krize. Rënia e tij ishte po aq e heshtur sa kishte qenë ngritja e tij. Ai thjesht u zëvendësua kur sistemi vendosi se kishte nevojë për fytyra të reja. Pas largimit nga pushteti, Çarçani u tërhog në një vetmi që zgjati deri në fund të jetës së tij. Ai nuk shkroi kujtime, nuk dha intervista dhe nuk u përfshi në asnjë debat publik mbi të kaluarën. Kjo heshtje ishte në përputhje me karakterin që kishte treguar gjatë gjithë karrierës së tij, njeri që shmangej vëmendjen, që rrinte në hije dhe që nuk linte gjurmë të mendimeve të tij të vërteta. Por heshtja e tij la edhe pyetje të pambyllura që do të vazhdojnë të mundojnë historianët për dekada.
Njëra prej pyetjeve më të rëndësishme ka të bëjë pikërisht me marrëdhënien e tij me Mehmet Shehun dhe me rolin e tij në ngjarjet që sollën fundin e këtij të fundit. Dokumentet ekzistuese ofrojnë vetëm pamje të pjesshme dhe dëshmitarët e drejtpërdrejtë janë të paktë dhe shpesh të dyshim. Por edhe me këto kufizime, është e mundur të ndërtohet një tablo që, nëse nuk është e plotë, të paktën është më e informuar se heshtja zyrtare që ka mbizotëruar për dekada. Ajo që del nga kjo tablo është portreti i një njeriu që ishte as hero as tradhtar në kuptimin e plotë të këtyre fjalëve, por diçka ndoshta më shqetësuese, një zbatues i bindur i sistemit që nuk pyeste për moralin e veprimeve që krente. Çarçani nuk e vrau Shehun me duart e tij, por ai ndihmoi në krijimin e kushteve që e bën fundin e tij të mundur dhe përfitoi drejtpërdrejt nga ky fund. A e bën kjo atë bashkëfajtor? Përgjigjja varet nga standardet morale që zbatojmë dhe nga aftësia jonë për të kuptuar presionet që vepronin mbi individët në sistemin totalitar. Historia e Adil Çarçanit dhe e marrëdhënies së tij me Mehmet Shehun është në fund të fundit historia e sistemit që i krijoi të dy dhe që i shkatërroi të dy, secilën në mënyrën e vet. Shehu ra si viktimë e logjikës së tij vet, logjikës së pushtetit absolut që nuk njeh besnikëri dhe nuk fal dobësi. Çarçani mbijetoi më gjatë, por mbijetesa e tij ishte ajo e një njeriu që kishte pranuar të jetonte në hije, të vepronte pa u parë dhe të mbante heshtje edhe kur heshtja ishte bashkëfajtore me krimet që po ndodhnin. Dhe ndoshta kjo është mësimi më i rëndësishëm që mund të nxjerrim nga kjo histori. Në sistemet totalitare, jo vetëm ata që udhëheqin krimet janë fajtor, por edhe ata që qëndrojnë në heshtje ndërsa krimet ndodhin. Çarçani zgjodhi heshtjen dhe kjo zgjedhje i siguroi karrierë dhe mbijetesë. Por çmimi i kësaj zgjedhjeje ishte braktisja e mundësisë për të qenë njeri i plot, me ndërgjegje dhe me dinjitet. Dhe ky çmim, ndoshta, ishte më i lartë se çdo gjë që Çarçani arriti të fitonte nga sistemi që shërbeu me kaq besnikëri. Në fund, pyetja mbetet e hapur, a dinte Adil Çarçani për fatin që e priste Mehmet Shehun, dhe nëse po, çfarë bëri me këtë dijeni? Dokumentet tregojnë se ai ishte i pranishëm në momentet vendimtare, se ai mori pozicione që e distanconin nga Shehu pikërisht kur duhej, dhe se ai përfitoi më shumë se kushdo tjetër nga largimi i paraardhësit të tij. Por provat e drejtpërdrejta për pjesëmarrje aktive në komplot mbeten të paqarta dhe ndoshta nuk do të gjenden kurrë. Ajo që dim me siguri është se Çarçani nuk bëri asgjë për ta parandaluar atë që ndodhi, nuk tentoi të ndërmjetësonte dhe nuk shprehu kurrë pendim për rolin e tij. Dhe në sistemin moral të zakonshëm, kjo heshtje dhe kjo pasivitet janë vetë format e fajësisë. Por sistemi totalitar krijon situata ku morali i zakonshëm nuk zbatohet plotësisht, ku njerëzit detyrohen të bëjnë zgjedhje të pamundura dhe ku mbijetesa vetë bëhet krim. Në këtë kontekst, gjykimi i Çarçanit bëhet edhe më kompleks dhe më i vështirë. Ndoshta pyetja e vërtetë nuk është nëse Çarçani ishte fajtor apo i pafajshëm, por si mund të ndërtojmë shoqëri ku njerëzit nuk detyrohen të bëjnë zgjedhjet që bëri ai. Si mund të krijojmë sisteme politike ku besnikëria ndaj ndërgjegjes nuk është rrugë drejt shkatërimit, ku të thuash të vërtetën nuk është vetvrasje politike dhe ku të mbash qëndrim moral nuk kërkon heroizëm të jashtëzakonshëm. Kjo pyetje vazhdon të jetë relevante edhe sot dhe historia e Çarçanit na kujton se çmimi i dështimit për t'u përgjigjur asaj është i lartë. Dhe kështu mbyllim kapitullin e parë të kësaj historie me më shumë pyetje se sa përgjigje dhe me më shumë dyshime se sa siguri. Por ndoshta kjo është natyra e së vërtetës historike, jo një zbulim përfundimtar që i jep fund të gjitha mistereve, por një proces i vazhdueshëm kërkimi që na afron gradualisht me të vërtetën pa e arritur kurrë plotësisht. Dhe në këtë proces, figura e Adil Çarçanit do të vazhdojë të na shqetësojë, duke na kujtuar se njerëzit e zakonshëm janë të aftë për bashkëpunim me të keqen, dhe se kjo aftësi ekziston në secilin prej nesh, duke pritur rrethanat e duhura për t'u aktivizuar. Në arkivat e shërbimeve sekrete të vendeve fqinje ekzistojnë dokumente që autoritetet shqiptare nuk i kanë pranuar kurrë zyrtarisht. Dokumente që hedhin dritë mbi një aspekt të marrëdhënies Çarçani-Shehu që historianët vendas e kanë shmangur me kujdes për dekada të tëra. Këto dokumente, të cilat u bën pjesërisht të aksesueshme pas rënies së regjimeve komuniste në Evropën lindore, përshkruajnë takime sekrete që u zhvilluan në kufirin shqiptaro-jugoslav gjatë viteve 70. Takime ku emri i Çarçanit shfaqet në kontekste që nuk përputhen me imazhin e tij zyrtar si funksionar i devotshëm i linjës së Hoxhës. Çfarë bënte Çarçani në këto takime? Me kë komunikonte pa dijeninë e prorëve të tij? Dhe si është e mundur që një njeri kaq i kujdesshëm të linte gjurmë në arkivat e huaja ndërsa fshinte çdo gjurmë në ato vendase?
Për t'ju përgjigjur këtyre pyetjeve, duhet të kthehemi në kontekstin e viteve 70, kur Shqipëria ndodhej në izolim pothuajse të plot ndërkombëtar dhe kur çdo kontakt me të huajt ishte potencialisht i rrezikshëm. Mehmet Shehu, si kryeministër dhe si njeri me përvojë të gjatë në marrëdhëniet ndërkombëtare, kishte monopolin e kontakteve të jashtme të regjimit dhe kjo pozitë i jepte atij një fuqi që Hoxha e shihte gjithnjë e më shumë si kërcënim. Çarçani, nga ana tjetër, duhej të operonte brenda kufive të ngushtë që i caktonte pozita e tij si zëvendës, pa akses të drejtpërdrejtë në kanalet diplomatike dhe pa mundësi për të ndërtuar rrjete të pavarura jashtë vendit. Por dokumentet e huaja sugjerojnë se realiteti ishte më kompleks se sa dukej në sipërfaqe. Sipas raporteve të Shërbimit Sekret Jugoslav, të cilat u dekalsifikuan pjesërisht në vitet 2000, Çarçani kishte kontakte të tërthorta me zyrtarë jugoslav që operonin në zonën kufitare. Kontakte që zhvilloheshin nëpërmjet ndërmjetësve dhe që nuk linin gjurmë në dokumentacionin zyrtar shqiptar. Natyra e këtyre kontakteve mbetet e paqartë, por fakti që ato ekzistonin tregon se Çarçani nuk ishte aq pasiv dhe aq i izoluar sa donte të dukej. A ishin këto kontakte pjesë e një loje të dyfish që Çarçani luante për llogari të Hoxhës, duke spionuar aktivitetin e Shehut në fushën e marrëdhënieve të jashtme? Apo ishin ato përpjekje të pavarura të Çarçanit për të ndërtuar kanale alternative që do t'i shërbenin në të ardhmen? Dokumentet nuk japin përgjigje të qartë, por ato hapin mundësinë që Çarçani të ketë qenë shumë më aktiv në lojrat e pushtetit se sa ka pranuar ndonjëherë. Njëri prej aspekteve më intriguese të kësaj historie ka të bëjë me kohën e këtyre kontakteve. Sipas dokumenteve jugoslave, intensiteti i tyre u rrit ndjeshëm në vitet 1979 dhe 1980, pikërisht në periudhën kur marrëdhënia ndërmjet Hoxhës dhe Shehut kishte filluar të përkeqësohej. A ishte kjo rastësi, apo ishte shenjë se Çarçani po pozicionohej për ndryshimet që ai parashikonte? Dhe nëse po, sa dinte ai për atë që po përgatitej kundër Shehut? Këto pyetje na çojnë në njërin prej enigmave më të mëdha të historisë shqiptare të kësaj periudhe. Çfarë dinte secili aktor për planet e të tjerëve dhe si ndikoi kjo dieni në veprimet e tyre? Në sistemin totalitar shqiptar, informacioni ishte pushtet dhe ata që kishin akses në informacion sekret kishin avantazh vendimtar ndaj të tjerëve. Çarçani, si njeri që kishte kaluar dekada në aparatin e partisë, kishte mësuar të lexonte shenjat e holla që tregonin ndryshimet e ardhshme, dhe kjo aftësi mund t'i ketë dhënë atij paralajmërim të hershëm për fatin e Shehut. Dëshmitar të kohës kanë treguar se në muajt para ngjarjeve të dhjetorit të vitit 1981, Çarçani kishte ndryshuar sjelljen e tij në mënyra të vogla por të dukshme për ata që e njihnin mirë. Ai kishte filluar të shmangej takimet private me Shehun, të refuzonte ftesat për darka familjare dhe të gjente justifikime për të mos qenë i pranishëm në ngjarje ku prania e tij do të ishte e pritshme. Këto ndryshime nuk ishin dramatike, por ato tregonin se diçka kishte ndryshuar në llogaritjet e tij. Njëri prej ish funksionarëve të sigurimit që ka folur në kushte anonimiteti ka treguar një episod që ndriçon karakterin e Çarçanit në këtë periudhë. Sipas tij, në fillim të nëntorit të vitit 1981, Çarçani kishte kërkuar të shihte dosjen e tij personale në arkivat e sigurimit, një kërkesë e pazakontë që kishte tërhequr vëmendjen e oficerëve të lartë. Çfarë kërkonte ai në këtë dosje? A donte të sigurohej se nuk kishte asgjë që mund të përdorej kundër tij, apo kishte arsye të tjera për këtë kuriozitet të papritur? Dosjet personale të funksionarëve të lartë në Shqipërinë komuniste ishin dokumente komplekse që përmbanin jo vetëm informacione biografike, por edhe raporte të informatorëve, vlerësime të eprorëve dhe shënime mbi çdo incident që mund të ishte i rëndësishëm. Çarçani, si njeri që kishte kaluar dekada në sistem, e dinte mirë se çfarë mund të gjendej në këto dosje dhe si mund të përdorej kundër dikujt. Kërkesa e tij për të parë dosjen e vet tregonte se ai po përgatitej për diçka, se ai donte të sigurohej se ishte i mbrojtur para se të ndodhnin ngjarje të rëndësishme. Por ka edhe një interpretim tjetër të kësaj kërkese, interpretim që disa historianë e kanë propozuar por që mbetet spekulativ. Sipas këtij interpretimi, Çarçani nuk donte thjesht të shihte dosjen e vet, por të sigurohej se çfarë informacionesh kishte dhënë ai vet mbi të tjerët gjatë viteve. Nëse ai kishte qenë informator mbi Shehun, si sugjerojnë disa dokumente, atëherë ai do të donte të dinte saktësisht çfarë kishte thënë dhe kur, për të qenë i përgatitur nëse këto informacione do të bëheshin publike. Kjo mundësi na çon në njërin prej pyetjeve më të vështira të kësaj historie. A ishte Çarçani informatori i sigurimit mbi eprorët e tij, përfshirë Shehun?
Në sistemin totalitar shqiptar, pothuajse të gjithë funksionarët e lartë ishin njëkohësisht subjekte të mbikëqyrjes dhe pjesëmarrës në të, duke raportuar mbi njëri tjetrin në një rrjet kompleks spionazhi të ndërsjellë. Çarçani nuk do të ishte përjashtim nga ky rregull, dhe pozita e tij pranë sheut do ta bënte atë burim të vlefshëm informacioni për ata që donin të dinin çfarë mendonte dhe bënte kryeministri. Dokumentet e deklasuara pas vitit 1991 ofrojnë dëshmi të tërthorta që mbështesin këtë hipotezë. Në dosjen e sheut gjenden raporte që përshkruajnë biseda private dhe vendime të brendshme që vetëm dikush shumë i afërt me të mund t'i dinte, dhe stili i këtyre raporteve përputhet me mënyrën e të shkruarit të Çarçanit siç njihet nga dokumente të tjera të firmosura prej tij. Por provat nuk janë përfundimtare dhe mundësia që këto raporte të jenë shkruar nga dikush tjetër nuk mund të përjashtohet plotësisht. Nëse Çarçani ishte vërtet informator mbi shehun, atëherë marrëdhënia e tyre merr një dimension krejtësisht të ri dhe më të errët. Ajo nuk do të ishte thjesht marrëdhënia e një vartësi me eprorin, por ajo e një spiuni me objektivin e tij, e një njeriu që ndante tryezën me dik ndërsa raportonte çdo fjalë të tij tek armiqt. Kjo do të shpjegonte pse Çarçani arriti të distancohej kaq lehtë nga shehu kur erdhi momenti, dhe pse ai nuk tregoi asnjë shenjë pendimi apo dhimbjeje për fatin e ish eprorit të tij. Por le të kthehemi tek ngjarjet e nëntorit dhe dhjetorit të vitit 1981, sepse pikërisht në këtë periudhë roli i Çarçanit bëhet më i dukshëm dhe më i diskutueshëm. Mbledhja e byros politike e datës 14 nëntor, ku Hoxha akuzoi shehun publikisht për herë të parë, ishte moment vendimtar që ndau të pranishmit në dy grupe, ata që tentuan të mbronin shehun ose të paktën të ruanin heshtjen, dhe ata që u bashkuan menjëherë me akuzat e Hoxhës. Çarçani i përkiste grupit të dytë, por mënyra se si ai e shprehu mbështetjen e tij për Hoxhën ishte karakteristike për stilin e tij. Ai nuk bëri deklarata të zjarrta kundër shehut, nuk e akuzoi drejt për drejt dhe nuk kërkoi masa të rrepta kundër tij. Në vend të kësaj, ai thjesht votoi me shumicën, shprehu besim të plot tek udhëheqja e Hoxhës dhe u tërhog në heshtje. Kjo qasje i lejoi atij të ishte në anën e fituesve pa u ekspozuar si njëri prej akuzuesve kryesor, pozitë që do t'i shërbente mirë në të ardhmen. Javët ndërmjet mbledhjes së nëntorit dhe ngjarjeve të dhjetorit ishin plot me aktivitet të fshehtë që vetëm tani po bëhet gradualisht i njohur. Sipas dëshmive të ish oficerëve të sigurimit, në këtë periudhë u zhvilluan disa takime sekrete në vilën e Hoxhës ku u diskutua fati i shehut dhe ku u morën vendime që nuk u regjistruan në asnjë protokoll zyrtar. Çarçani ishte i pranishëm në të paktën 2 nga këto takime, sipas dëshmitarëve, edhe pse emri i tij nuk shfaqet në asnjë dokument të kohës. Çfarë u diskutua në këto takime? Dëshmitarët janë të kujdesshëm në përgjigjet e tyre, duke sugjeruar se ata dinë më shumë se sa guxojnë të thonë. Por ajo që del qartë nga dëshmitë e tyre është se vendimi për fatin e shehut ishte marrë shumë para datës 18 dhjetor, dhe se ata që ishin të pranishëm në këto takime e dinin se çfarë do të ndodhte. Nëse Çarçani ishte vërtet i pranishëm, siç pretendojnë dëshmitarët, atëherë ai ishte jo vetëm përfituesi i ngjarjeve, por edhe pjesëmarrës në vendimmarrjen që i bëri ato të mundshme. Nata e 17 dhjetorit, nata para ngjarjes fatale, mbetet njëra prej më misteriozet në historinë moderne shqiptare. Sipas disa dëshmive, Çarçani kaloi orët e vona të kësaj nate në vilën e Hoxhës, duke u larguar vetëm pak para mesnate. Çfarë diskutoi ai me diktatorin në këto orë të fundit? A mori ai udhëzime specifike për atë që do të ndodhte të nesërmen? Dhe si është e mundur që ai të ishte kaq i qetë dhe i përgatitur kur mori lajmin e mëngjesit të datës 19? Këto pyetje kanë munduar historianët për dekada, dhe përgjigjet e plota ndoshta nuk do të gjenden kurrë. Por ajo që dim me siguri është se Çarçani veproi me një shpejtësi dhe efikasitet të jashtëzakonshëm në orët dhe ditët pas ngjarjes, sikur të kishte një plan të gatshëm që vetëm priste të zbatojë. Ai mori kontrollin e situatës administrative, siguroi vazhdimsinë e funksionimit të qeverisë dhe u pozicionua si zgjidhja e vetme e mundshme për vakumin e krijuar. Kjo gatishmëri nuk mund të ishte rastësi. Emërimi i tij si kryeministër erdhi brenda pak ditësh, një shpejtësi që tregonte se vendimi ishte marrë paraprakisht. Në sistemin shqiptar, ku çdo emërim i rëndësishëm kërkonte konsultime të gjata dhe miratim nga shumë nivele, kjo shpejtësi ishte e jashtëzakonshme. Ajo sugjeronte se Çarçani ishte identifikuar si pasardhës i shehut shumë para se pozita të bëhej vakante, dhe se ai vetë e dinte këtë gjë. Nëse kjo është e vërtet, atëherë çdo veprim i tij në muajt para ngjarjeve duhet të shihet në dritën e kësaj dienie.
por le të shqyrtojmë edhe versionin alternativ, versionin që Çarçani vetë do të kishte dashur të besoj. Sipas këtij versioni, ai ishte thjesht një funksionar besnik që u gjend në vendin e duhur në kohën e duhur, pa pasur asnjë rol aktiv në ngjarjet që sollën fundin e shehut. Ai votoi me shumicën sepse kështu bënte gjithmonë, ai u distancua nga shehu sepse instinkti i tij i thoshte se diçka nuk shkonte mirë, dhe ai pranoi postin e kryeministrit sepse partia ja kërkoi. Në këtë version, Çarçani është viktimë e rrethanave, jo arkitekt i tyre. Ky version ka mbështetës ndërmjet atyre që e njihnin Çarçanin personalisht dhe që e përshkruajnë si njeri pa ambicie të mëdha dhe pa aftësi për intriga komplekse. Sipas tyre, ai thjesht nuk kishte kapacitetin intelektual dhe emocional për të qenë pjesë e një komploti të tillë, dhe suksesi i tij ishte rezultati i fatit dhe i gatishmërisë së tij për të pranuar çdo rol që i caktoi. Por ky version nuk shpjegon disa nga faktet që kemi paraqitur, dhe ai duket më shumë si përpjekje për të mbrojtur kujtimin e një njeriu se sa si analizë objektive e ngjarjeve. E vërteta, siç ndodh shpesh në histori, ndoshta gjendet diku ndërmjet këtyre dy versioneve ekstreme. Çarçani ndoshta nuk ishte arkitekti kryesor i rënies së shehut, por ai nuk ishte as vëzhguesi i pafajshëm i ngjarjeve. Ai luajti rolin që i mundsonte sistemi dhe që i siguronte përfitimin maksimal me rrezikun minimal, dhe kjo qasje oportuniste ishte në përputhje të plot me karakterin që kishte treguar gjatë gjithë karrierës së tij. Ai nuk vrau, por nuk shpëtoi, ai nuk akuzoi, por nuk mbrojti, ai nuk komplotoi, por përfitoi nga komploti i të tjerëve. Kjo pozitë ndërmjetme është ndoshta më e vështira për të gjykuar moralisht, sepse ajo nuk ofron qartësinë e fajësisë së plot apo të pafajësisë së plot. Çarçani nuk ishte monster, por ai nuk ishte as hero, ai ishte thjesht njeri i zakonshëm që bëri zgjedhjet që i dukeshin më të sigurta në kushtet e sistemit ku jetonte. Dhe pikërisht kjo zakonishmëri e bën historinë e tij kaq shqetësuese, sepse ajo na kujton se shumica e bashkëpunëtorëve të sistemeve totalitare nuk janë kriminal të lindur, por njerëz të zakonshëm që zgjedhin rrugën e rezistencës më të vogël. Pas ngritjes së tij në pushtet, Çarçani duhej të menaxhonte jo vetëm qeverisjen e përditshme të vendit, por edhe trashëgimin e ndërlikuar që kishte lënë pas shehu. Kjo trashëgimi përfshinte jo vetëm çështje politike dhe administrative, por edhe marrëdhënie personale dhe aleanca që ishin ndërtuar gjatë dekadave. Shumë funksionarë të lartë kishin qenë të lidhur ngushtë me shehun, dhe tani ata ndodheshin në pozitë të rrezikshme, duke pritur të shihnin nëse do të përfshiheshin në pastrimin që po vinte. Çarçani luajti rol kyç në këtë pastrim, duke vendosur se cilët do të binin dhe cilët do të shpëtonin. Kjo fuqi ishte e madhe, por edhe e rrezikshme, sepse çdo vendim krijonte miq dhe armiq të rinj. Ai zgjodhi një qasje që ishte karakteristike për stilin e tij, ashpërsi ndaj atyre që ishin qartësisht të lidhur me shehun dhe që nuk kishin mbështetje të fortë në rrethet të tjera, dhe tolerancë ndaj atyre që mund të ishin të dobishëm në të ardhmen ose që kishin mbrojtës të fuqishëm. Kjo qasje pragmatike i siguroi atij mbështetjen e një pjese të aparatit, por krijoi edhe pakënaqësi ndërmjet atyre që prisnin pastrim më të plotë. Njëri prej rasteve më të diskutuara të kësaj periudhe ka të bëjë me fatin e Fiqret Shehut, gruas së ish kryeministrit. Ajo u arrestua menjëherë pas ngjarjeve të dhjetorit dhe u nënshtrua hetimeve intensive që zgjatën muaj të tërë. Çarçani, i cili e kishte njohur Fiqretën për dekada dhe kishte ndarë shumë ngjarje shoqërore me të, nuk bëri asgjë për të lehtësuar fatin e saj. Përkundrazi, disa dëshmi sugjerojnë se ai ndoshta kontribuoi në ashpërsimin e trajtimit të saj, duke parë tek ajo një dëshmitare të rrezikshme që dinte shumë mbi të kaluarën e tij. Fiqret Shehu ishte grua inteligjente dhe e informuar që kishte qenë e pranishme në shumë momente kyçe të historisë së regjimit. Ajo dinte sekretet e familjes së saj, por dinte edhe sekretet e të tjerëve, përfshirë ndoshta edhe të Çarçanit. Nëse ajo do të fliste, ajo mund të zbulonte detaje që do të ishin të pakëndshme për shumë njerëz në pushtet. Kjo dieni e saj ishte njëkohësisht mburoja dhe mallkimi i saj. Ajo e mbante gjallë sepse askush nuk donte ta bënte martire, por ajo e mbante të burgosur sepse askush nuk donte ta linte të lirë për të folur. Bitë e Shehut pësuan fat të ngjashëm, duke u dënuar me burgime të gjata për krime që ishin qartësisht të konstruktuara. Ata ishin të rinj kur babai i tyre ra, dhe ata nuk kishin pasur kohë të ndërtonin karriera të pavarura që do t'i mbronin. Çarçani, i cili i kishte njohur këta të rinj që kur ishin fëmijë, nuk ndërhyri për të lehtësuar fatin e tyre. Kjo heshtje ishte elokuente, ajo tregonte se për Çarçanin, mbijetesa personale ishte më e rëndësishme se çdo lidhje njerëzore e së kaluarës.
Por historia ka ironi të veta dhe njëra prej tyre u shfaq vite më vonë, kur sistemi komunist filloi të shembej. Në fund të viteve 80, kur protestat filluan të shpërthenin në Shqipëri dhe kur regjimi po humbte kontrollin, Çarçani u gjend në pozitë gjithnjë e më të vështirë. Ai ishte fytyra e sistemit të vjetër, simboli i vazhdimësisë me të kaluarën e errët, dhe kjo e bënte atë objektiv të kritikave gjithnjë e më të forta. Ironia ishte se ai po paguante çmimin e një sistemi që nuk e kishte krijuar ai, por që e kishte shërbyer me kaq besnikëri. Rënia e tij nga pushteti në vitin 1991 ishte po aq e heshtur sa kishte qenë ngritja e tij 10 vjet më parë. Ai thjesht u zëvendësua, pa dramë dhe pa rezistencë, duke pranuar fatin e tij me të njëjtën pasivitet që kishte treguar gjatë gjithë jetës. Ndryshe nga disa ish funksionar të tjerë që tentuan të mbronin veten ose të justifikonin veprimet e tyre, Çarçani u tërhog në heshtje dhe nuk doli më kurrë në skenën publike. Vitet e fundit të jetës së tij kaluan në një anonimitet që ishte në kontrast të plot me pozitën që kishte mbajtur dikur. Ai jetonte në Tiranë, por pak njerëz e dinin se ku saktësisht dhe edhe më pak njerëz interesoheshin të dinin. Ai nuk shkroi kujtime, nuk dha intervista dhe nuk u përfshi në asnjë debat mbi të kaluarën. Kjo heshtje ishte zgjedhje e vetëdijshme, zgjedhje që reflektonte karakterin e tij. Edhe në fund, ai preferonte të mbetej i padukshëm, të mos tërhiqte vëmendje dhe të mos linte gjurmë. Por heshtja e tij la pas vetes pyetje që vazhdojnë të mundojnë historianët edhe sot. Çfarë dinte ai që ne nuk e dim? Çfarë pa ai që ne nuk e pam? Dhe si jetoi ai me peshën e asaj që kishte bërë dhe asaj që kishte parë të bëhej? Këto pyetje nuk do të marrin përgjigje, sepse Çarçani i mori sekretet e tij në varr kur ndroi jetë në vitin 1997. Ai vdiq siç kishte jetuar, në heshtje, pa bërë zhurmë dhe pa lënë pas vetes asgjë që do të ndihmonte të tjerët të kuptonin se kush kishte qenë ai në të vërtetë. Trashëgimia e Adil Çarçanit është e vështirë për t'u vlerësuar, sepse ai nuk la pas vetes as arritje të mëdha as krime të dokumentuara qartë. Ai ishte administrator, jo vizionar, zbatues, jo krijues, mbijetues, jo hero. Në një sistem tjetër, ai ndoshta do të kishte qenë burokrat i zakonshëm që do të kishte kaluar karrierën pa tërhequr vëmendje dhe pa lënë gjurmë. Por në sistemin totalitar shqiptar, edhe pasiviteti bëhej formë e bashkëpunimit dhe Çarçani bashkëpunoi me devotshmëri gjatë gjithë jetës së tij. Marrëdhënia e tij me Mehmet Shehun mbetet enigma qendrore e biografisë së tij, enigmë që ndoshta nuk do të zgjidhet kurrë plotësisht. A ishte ai mik që tradhtoi, apo vartës që thjesht ndoqi urdhrat? A ishte ai informator që ndihmoi në rënien e eprorit të tij, apo vëzhgues pasiv që përfitoi nga rrethanat? A dinte ai paraprakisht çfarë do të ndodhte, apo u surprizua si të gjithë të tjerët? Përgjigjet ndryshojnë sipas burimeve që konsultojmë dhe sipas interpretimeve që zgjedhim të besojmë. Por ndoshta pyetja më e rëndësishme nuk ka të bëjë me faktet specifike të marrëdhënies Çarçani-Shehu, por me atë që kjo marrëdhënie na tregon mbi natyrën e sistemit totalitar dhe mbi njerëzit që jetojnë brenda tij. Si ndodh që dy njerëz që kanë punuar së bashku për dekada, që kanë ndarë tryezën dhe që kanë njohur familjet e njëri tjetrit, të arrijnë në pikën ku njëri kontribuon në shkatërimin e tjetrit pa treguar asnjë shenjë pendimi? Çfarë bën sistemi totalitar me shpirtin njerëzor që e bën të mundur këtë lloj tradhtie? Përgjigjja, ndoshta, gjendet në logjikën e vetë sistemit, logjikë që Çarçani e kishte kuptuar dhe përvetësuar plotësisht. Në sistemin totalitar nuk ka miqësi të vërteta, vetëm aleanca të përkohshme, nuk ka besnikëri të përjetshme, vetëm llogaritje të vazhdueshme, nuk ka moral absolut, vetëm interes të çastit. Çarçani jetoi sipas këtyre rregullave dhe kjo i siguroi mbijetesën. Por çmimi i kësaj mbijetese ishte humbja e çdo gjëje që e bën jetën njerëzore të vlefshme, miqësisë, besimit, integritetit dhe mundësisë për të jetuar me ndërgjegje të qetë. Dhe kështu, historia e Adil Çarçanit dhe e marrëdhënies së tij me Mehmet Shehun bëhet jo vetëm histori e dy individëve, por histori e një sistemi të tërë dhe e efekteve të tij mbi shpirtin njerëzor. Ajo na kujton se sistemet totalitare nuk shkatërrojnë vetëm jetë, por edhe shpirtra, nuk vrasin vetëm trupa, por edhe mundësinë për të jetuar me dinitet. Çarçani mbijetoi fizikisht, por pjesa më e mirë e tij ndoshta kishte humbur shumë kohë para se trupi i tij të pushonte përfundimisht. A mund ta kishte bërë ndryshe? A kishte ai mundësi reale për të vepruar me integritet në kushtet ku ndodhej? Kjo pyetje nuk ka përgjigje të thjeshtë, sepse ne nuk mund të dimë se cilat ishin alternativat e vërteta që ai kishte para vetes.
por ajo që dim është se ai zgjodhi rrugën që zgjodhi, dhe kjo zgjedhje e përcaktoi jo vetëm fatin e tij, por edhe vendin e tij në histori. Ai do të kujtohet jo si hero që sfidoi sistemin, por si njeri që ju nënshtrua atij plotësisht, duke sakrifikuar çdo gjë tjetër për hir të mbijetesës. Dhe ndoshta kjo është mësimi përfundimtar i historisë së tij, se mbijetesa pa integritet nuk është fitore, por formë tjetër e humbjes. Çarçani jetoi më gjatë se shehu, por a jetoi ai më mirë? Ai arriti pozitën më të lartë të mundshme për dikë në pozitën e tij, por a arriti ai diçka që ja vlente? Këto pyetje mbeten të hapura, dhe secili prej nesh mund t'u jap përgjigje të ndryshme sipas vlerave që mban. Por ato janë pyetje që ja vlen të bëhen, sepse ato na ndihmojnë të kuptojmë jo vetëm të kaluarën, por edhe zgjedhjet që ne vetë bëjmë çdo ditë. Historia vazhdon të zbulojë dokumente të reja dhe dëshmi të reja që hedhin dritë mbi këtë periudhë të errët të së kaluarës shqiptare. Ndoshta një ditë do të gjejmë prova përfundimtare që do të na tregojnë saktësisht çfarë roli luajti Çarçani në ngjarjet e dhjetorit të vitit 1981. Por edhe nëse këto prova nuk gjenden kurrë, historia e tij mbetet e vlefshme si dëshmi e asaj që sistemi totalitar u bën njerëzve që jetojnë brenda tij. Dhe kjo dëshmi duhet të ruhet dhe të studiohet, jo për të gjykuar të vdekurit, por për të mësuar të gjallët. Sepse në fund, historia nuk shkruhet vetëm për të kuptuar të kaluarën, por edhe për të ndërtuar të ardhmen. Dhe nëse historia e Çarçanit na mëson diçka, ajo është se sistemet që kërkojnë nga njerëzit të zgjedhin ndërmjet mbijetesës dhe integritetit janë sisteme që duhen kundërshtuar me çdo çmim. Sepse çmimi i nënshtrimit ndaj tyre është shumë më i lartë se çdo gjë që ato premtojnë të japin. Çarçani e mësoi këtë të vërtetë, por e mësoi shumë vonë për të ndryshuar rrugën e tij. Ne kemi mundësinë të mësojmë nga përvoja e tij pa e përsëritur atë, dhe kjo mundësi është ndoshta trashëgimia e vetme pozitive që ai la pas vetes. Në arkivat e Ministrisë së Brendshme ekziston një seri dokumentesh që mbajnë vulën, krejtësisht sekret dhe që nuk janë hapur kurrë për publikun e gjerë, dokumente që përshkruajnë në detaje të hollësishme mekanizmat e kontrollit të brendshëm që funksiononin brenda elitës së lartë të regjimit komunist shqiptar. Këto dokumente zbulojnë se çdo antar i byros politike ishte subjekt i një mbikëqyrjeje të vazhdueshme që përfshinte jo vetëm aktivitetin e tij zyrtar, por edhe jetën e tij private, marrëdhëniet familjare dhe madje edhe bisedat më intime me bashkëshortët dhe fëmijët. Në këtë sistem mbikëqyrjeje universale, Adil Çarçani kishte një pozitë të veçantë që historianët sapo kanë filluar ta kuptojnë plotësisht. Ai nuk ishte vetëm subjekt i mbikëqyrjes, por edhe pjesëmarrës aktiv në të, duke luajtur një rol të dyfish që e bënte atë njëkohësisht të cenueshëm dhe të domosdoshëm për sistemin. Si arriti ai të navigonte këtë terren të rrezikshëm pa u djegur? Çfarë informacionesh kishte ai mbi të tjerët që i siguronin mbrojtje? Dhe si e përdori ai këtë dijeni kur erdhi momenti vendimtar i karrierës së tij? Sistemi i mbikëqyrjes së ndërsjellë që funksiononte brenda elitës shqiptare ishte ndoshta njëri prej më të sofistikuarve në të gjithë bllokun komunist, dhe kjo sofistikim reflektonte paranojën e thellë që karakterizonte regjimin e Enver Hoxhës. Çdo funksionar i lartë dinte se po vëzhgohej, por askush nuk dinte saktësisht nga kush dhe në çfarë shkalle. Kjo pasiguri krijonte një atmosferë ku besimi ishte i pamundur dhe ku çdo marrëdhënie njerëzore ishte e helmuar nga dyshimi. Çarçani kishte mësuar të jetonte në këtë atmosferë që nga vitet e para të karrierës së tij, dhe kjo përvojë e hershme e kishte formuar në mënyra që do të përcaktonin gjithë rrugëtimin e tij të mëvonshëm. Dokumentet tregojnë se Çarçani kishte filluar të jepte informacione mbi kolegët e tij që në vitet e 60-ta, kur ai ishte ende funksionar i rangut të mesëm pa pozitë të spikatur. Këto informacione nuk ishin domosdoshmërisht akuza të rënda, por vëzhgime të hollësishme mbi sjelljen, mendimet dhe marrëdhëniet e personave që e rrethonin. Ai raportonte kush me kë fliste, kush çfarë thoshte në biseda private dhe kush shfaqte shenja pakënaqësie ndaj linjës zyrtare. Kjo praktikë e bënte atë të vlefshëm për aparatin e sigurimit, por njëkohësisht e vendoste në një pozitë ku ai vetë bëhej i cenueshëm ndaj presionit. Marrëdhënia e tij me Mehmet Shehun duhet të shihet në dritën e këtij sistemi mbikëqyrjeje. Kur Çarçani filloi të punonte ngushtë me Shehun në vitet 70, ai tashmë kishte një histori të gjatë bashkëpunimi me sigurimin, histori që e bënte atë kandidat ideal për të vëzhguar kryeministrin nga afër. Nuk ka prova të drejtpërdrejta se Çarçani u caktua specifikisht për të spionuar Shehun, por logjika e sistemit sugjeronte se kjo ishte pothuajse e pashmangshme. Çdo njeri që kishte akses të rregullt tek kryeministri do të pyetej për atë që shihte dhe dëgjonte, dhe Çarçani nuk do të ishte përjashtim.
por ka një dimension tjetër të kësaj marrëdhënieje që dokumentet e deklasuara e bëjnë të qartë. Shehu vetë kishte rrjetin e tij të informatorëve brenda aparatit dhe ai ndoshta e dinte ose e dyshonte se Çarçani raportonte mbi të. Kjo dijeni e ndërsjell krijonte një dinamik komplekse ku të dy burrat luanin një lojë të sofistikuar me njëri tjetrin, duke fshehur mendimet e vërteta ndërsa tentonin të nxirrnin informacion nga tjetri. Ishte një lloj baleti i rrezikshëm ku çdo hap i gabuar mund të kishte pasoja fatale.